Kryeministri Sali Berisha dha sot një pritje koktej për anëtarët e qeverisë me rastin e festave të fundvitit, të cilët i falenderoi për mbështetjen dhe punën e tyre në realizimin e reformave të mëdha gjatë këtij viti. Sipas tij, 2010 është viti i arritjeve më të mëdha historike të shqiptarëve për liritë dhe të drejtat e tyre, pas rënies së murit të Berlinit në Tiranë, është viti i Shqipërisë pa viza. Të gjitha ministritë, agjencitë e tyre me përkushtimin e madh me reformat shndruan në realitet premtimin tonë më të madh elektoral, por dhe ëndrrën më fisnike dhe më të hershme të qytetarëve shqiptarë. Kjo është në meritën e madhe të secilit për jush dhe të administratës shtetërore në tërësi. Por viti që lan pas, me shumë të drejtë, mund të konsiderohet viti i vizave, se kjo është e vërteta. Shefi i qeverisë tha se ky vit ka njohur edhe zhvillime të tjera historike për shqiptarët, si fakti që ekonomia jon është sot ekonomia me rritjen më të madhe në Evropë. Kjo rritje ekonomike bëri që qeveria jon, qeveria e integrimit, të mund të realizojë programin e saj plotësisht, të realizojë rritjen e rrogave dhe pensioneve. Dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe. Kam qenë dhe mbetem i bindur se investimi i parë dhe më i rëndësishëm do të bërë në burimet njerëzore. Në këto burime qëndron leva e Arkimedit, qëndron potenciali i të gjitha potencialeve zhvillimor. Po kështu, ne mbyllim vitin si vedi që bëm rritjen më të madhe të pensioneve në të gjithë kontinentin. Berisha tha se viti mbyllet pasi në Evropë e në botë ka qarkulluar me 10 e 100 herë lajmi më pozitiv për qytetarët e Evropës e të botës. Shqipëria, destinacion kryesor turistik. Nuk ka lajm më të mirë, nuk ka lajm më pozitiv se sa ky lajm. Gjatë gjithë ditës, një ndër rrjetet më kryesore mediatike të botës ka përsëritur me 10 herë krahas New York, Barcelonës, Zelandës së Re, Shqipëri si një nga destinacionet turistike më të preferuara për vitin që vjen. Po të mendojmë se vetëm 6 vjet më parë ne nuk ekziston në hartën turistike të botës dhe sot ngjitemi në majat e preferencës. Kjo përbën në jetën tonë një nga gëzimet më të mëdha, një nga arritjet më të mëdha. Në takimin me anëtarët e qeverisë, Berisha foli edhe për arritjet në fushën e investimeve, për moshën digjitale, arsimin, shëndetësinë dhe shumë sektor të tjerë. Më parë, kryeministri Sali Berisha pati pritje koktej me punonjësit e kryeministrisë, të cilët i falenderoi për përkushtimin dhe punën e tyre në mbështetjen dhe realizimin e reformave që transformuan vendin gjatë një viti.